Të pyetja tjetër thot, a lejohet namazi kaza? Shqiqoni, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një herë në një luftë. Edhe në atë luftën, dhe thot kur a zhvilluar, thot ajo pasha e vala e luftës, nuk ka mund me falën drekën, as ikindin, as akshamin. Dhe thot i ka kaluar dreka, i ka kaluar ikindia, i ka kaluar edhe çka aksham. E pastaj kur është rru, çashtu do thot ja kanë luftat në atë kohë, që do thot janë të rru, ata do thot kanë shkuar në kampin e tinëve, muslimanët kanë ardhur do thot në kampin e tinëve. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal drekën, e ka fal ikindin, e ka fal akshamin, e masane e ka fal yacije. Edhe ka thonë shaghaluna shaghalahumullah. Sot neve këto na i zonën ditën. Allahu i zonët ata. E kemi qartë. Ashtu që do thot namazi kaza lejohet vetëm se në raste kur muslimani është i zantë. Sikur shka do thot puna e luftës. Apo sikur shka për shembull puna e operacionit. Kanë marrë tyre të kanë shtrit ashtë në sallën e operacionit. E vjen vakti drekës apo vjen vakti i ikindis, edhe ti nuk mundesh me thonë aty në mikdej, prit pak nalet operacionin si duhet falë, apo masane ti vazhdoj apo. Ose për shembull, sikur shka për shembull puna e udhëtimit. Ti je për shembull toina në mjetin e udhëtimit, edhe sunenal ti ke trenin për shembull për më falë, ose aeroplani ke aeroplanin sunenal. Për atë arsye do thotë duhet mi pas parasysh do të këto punë se kur muslimani është i zan, edhe kur ka drejt do thotë me vonu namazin, që për me falë do thotë në vaktin tjetër. Ashtu që do thotë janë rregulla speciale për të cilat do thotë ka folë do thotë fikhu islam, se kur kemi drejt do thotë me falë kaza edhe qysh me i bashku namazet, edhe do thotë qysh me i tejkalu do thotë të gjana. Apo sikur shka shpesh herë na ndodh, shka njeri vjen me flet, edhe çast shumë është i lodhur, saqë do thotë ka përcen koha e namazit edhe ai nuk mundet mu qu prej gjumit. Edhe pse e ka kurdi sahatin apo e ka porosidan i kanë me qua, po tonë kanë gjumin e ram, e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush e hub vedijen apo e zën gjumi, le ta fal namazin çatëherë kur ti vjen vedia apo kur ti del gjumi. Edhe në çat moment do thotë kur ti del gjumi apo ti vjen vedia, atëherë më ai nuk ka të fal namazin në vaktin e vet, pa të fal namaz kaza. Ai kemi qartë. Ashtu që do thotë këto janë raste kur lejohet do thotë me fal namaz kaza. Ama shpesh herë njerëzit i keq kuptojnë gjanat. Për atë arsye që i keq kuptojnë gjanat, atëherë do thotë edhe gjanat të cilat do thotë nuk janë të lejume, i bojnë të lejume, për pikë qefit, thotë, ai besë e fali më vonë, kaza. E kësi kazaje nuk ka. Do thotë për pikë qefit, kur nuk je i zantë edhe ki mundsi, do thotë me falë, mos e thuaj se e fali më vonë, kaza, atëherë kësi kazaje do thotë nuk pranohet. Për atë arsye pra duhet me kuptu na se kazaja është çështje e nevojës, apo arsyes, apo e urgjencës. Atëherë do thotë mund të më kompenzu, ama për pikë qefit do thotë pa kur një çfarë obligimi, pa kur një çfarë ndalese, pa kur një çfarë halli apo derti edhe thua po falën e kaza, atëherë do thotë duhet me vënë një pikpyetje të madhe se sa do të pranohet ai namazi tina, edhe pse namazi do thotë nuk është në dorën e njerit, po është në dorën e Allahut dhe xhelal. Ai e din kujna më ia pranu dhe kujna mos më ia pranu, por do thotë Allahu na ka shpjeguar në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka shartu këto të gjona, edhe ne e kemi për obligim që këtë din me praktiku, që ashtu që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ajo është mustra kryesore apo jo se çish duhet me madhnu Allahu dhul xhelal, pasi çai ka thonë khudu anni menasikekum, merrni prej meje, që më thonë rregullat, për shembull të haxhit, ose ka thonë sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni mu çishtu më shihni duke u falë. Ashtu që do thotë tradita e Resulullah sallallahu alaihi wasallam është e regjistruar. Edhe nuk ka më të kurrë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa mos u regjistruar. Edhe çfarë traditë, si do thotë dietarët e nxjerrin prej fjalëve të Allahut dhe prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë shënuar nëpër librat e fikut, edhe jo jametët vetëm se me praktiku. Allah shpëleta.